vështira. Ma vështirë. Absolutisht. Bëshin sprova se si të asimilohet, si të dhonohet e të shtypet një popull. Është Në interesant. të gjitha kakit, në të gjitha hapësirat. Kur ktheheshe në vizita, i ndjeje këtu edhe më rënd? Po me zi pritshim të kthehemi në Prishtinë, Në dhe të në të rekte, familja, po Absolutisht. pritshim. Këtu e ndjenim ma tonët, edhe pse këtu ishte vështirë, Edhe po prapë edhe ma këtu letë. ishte në realitet. Ma letë se atje. Ma letë. Këtu po gërlonte, megjithatë sepse ishim bashk. Po, ishim shumicë. Ishim bashk drejt absolute. shumicë, drejt lirisë dhe frimonim drejt Edhe lirisë. në dukeshte se Ka qenë shumë interesante se kur ne të gjithë ndërronim me prek nënën Shqipni, tokën shqiptare, ti ke qenë me neve, po s'na ke folë shumë, ke qenë i heshtur. A ka pas ndonjë arsye? po. Une kisha fatin me nanën me shkuar në Shqipëri në vitin 1980. Isha 17 vjeçar. Aha. Edhe, 17 vjeçar ishe. po, e di ndesi kisha bu 18. Edhe dikur i erdhi viza po ato të Shqipërisë nuk i jepshin vizat kur i gërkon. Kur i aty në të teke. Viza jeme ka qenë kur kom qenë 10 vjeç, kërkesa. Edhe ato kur e kanë bo vizën i kanë ravull asaj që ju ka ardhur në dorë. Edhe në ndërkohë unë e motra duhet me shkue. Viza është për 3 veta, me nanën. Kishit familjen atje, ha? Po, familjen e babës dhe të nanës. Edhe të babës edhe të nanës. Po. A ishin në Peshkopi apo Të nanës kryesisht ishin në Peshkopi, të babës kryesisht Tiranë. në Tiranë? Edhe se Dibro shpërngull 3 herë për në Tiranë. Lufta e 12-ës, 24-ës, 27-ën e Lezhë Jusufit, Jusuf Gjelilit. Këto kanë shpërngull në të madhe Dibrën. Dhe ka gjitha e Tiranës, mos qofshin Dibran puro jenë të përzim. Rruga e Dibrës mo. Po rruga e Dibrës, po edhe heruinat të qenurit Dibran, qoftë nga mamaja, qoftë nga babaja, kur thojnë, nuk e spjegojnë. Dibranet janë të E tregojnë me krenari ato se unë jem lind në Tiranë, po nga nëna jem Dibran një qik. Si lavdrete ka. Nuk e mohojnë asnjëherë. Po ka shumë Dibran, me që 3 herë shpërngull Dibra komplet nga luftrat, edhe në Tiranë kam gjagjallarët, edhe hallat. Gjagjallarët? Po, Pse të meten gjagjallarët atje? Po, atje kanë vetë. Edhe të nanës, dajet. Edhe kur shku të vizit çfarë? Edhe ishte, Goxha ju të mos të shtrëngun, zgjasim se është emision, është histori, është interesant. Atje s'kish buk me angër, por ne kishim rrit me idealin, po, Atje lule. Shqipen Verogja do na shpëtoje, do na shliroje, ne kriti mitin, dhe kur e shosh një diçka edhe dëshprohesh, edhe unë si erdha mas një muj ndetëm atje. A një muj ndetët atje? Po, një muj, me motrën, edhe me nanën. Edhe u këthim. Dhe unë fillova me fol. Me kalzu realitetin. Me kalzu është u. Edhe, që kjo tha vllai matë, fole mos fol ma. Mos fol keq, po mos fol as mirë. Se me fol mirë, tha, dhe thani e spion. Me fol keq, prapje spion. Kështu ti e ke pa. Spion a nej, spion knej. Ka rrezik. Ma mirë më fol. Dhe unë s'fliqa në ndërdije me dikande. Edhe kur ishim ne nuk flisje. A kur ishin shumë, qa me fol. Na krejt, jo në veri, po, jo, ishte mirë. Shqipnia na pështon, jo kështu, jo. Begjetis fliste. Dushte me rujt shpresën. Se mos të më thojnë ku ka shpioni Jugoslavisë ka. Po, ty sigurisht, po ose e kundër ta, se në të dy anët ishi... Me konë mirë këta, ti po e ngritë dëshiren se këta po dojnë më bashku me Shqiprinë. Po. Kjo ishte arsyeja. Po e kishte edhe arsyeën e babës, sigurisht, ha? Po, jo... Ishte mërzitur ajo çfarë i ndodhi babës. Jo, ajo isha shumë i ri. Kishte kaluar. Kishte kaluar, jo. Unë nuk ndjenja më mungesën e babës në aspektin emocional, shumë në 20 vjetë. Po prandaj këtu si student i shkëlqyer më pas, në realitet Ardmërini e shehin në Prishtinë. Po. Edhe mbeten në Po, Prishtinë. Edhe vllai i madh Mensuri ishte profesor, edhe Burhani ishte doktor. Po, edhe motrat ishin të gjitha ekonomiste. Ekonomiste dhe po, edhe mbetëm këtu ne. Edhe Sugari mbeti këtu. Po. Po kështu ku qeni gjallë, dhe më përpiqeshe me gjithmonë më isha pak më kërkues ndaj vetes. Edhe sencin e tregtarit më shumë e ke tregu se Burhani edhe se Nevoja, patjetër. Duhet me i dal vetë zotë dhe nuk kom bërë një tregtit madhe, po kom mbjetu. Për me mbjetu, sigurisht. Edhe profesor edhe me... Ishte vështirë. Nuk shkojshim, po patjetër me mbjetu. Ishte vështirë kur i shifja
e shifja një periudhë xhaxhain tim dhe një profesor tjetër universitar shisnin benzin, ishte shumë e rëndë. Në rrugë ishte shumë e rëndë. Edhe Po gjatë kohëve nuk merrshim në shkollimin në përshpia. Ne që ishim pa martuar, ne as nuk merrshim as ndihmë. Absolutisht. Ato që kishin familje, atë një çështën ndihmë. Ne të ri, ne duhet të më shku në shkollë, me rujt edhe prej do vagabontave që i çonte policia, duhet të më rujt edhe shkollën, përveç se më dha mësim. Prishtina jote e studimeve i ka pas dy faza, fazën e bukur si student, edhe fazën prapë të bukur, por shumë të vështirë si mësimdhënës në shtëpia, si profesor në. Një ditë jam syve rrugës për në Tiranë për doktorat. Po. Dhe jem nga doktorët e rallë të kulturës fizike në Kosovë, këndej mendoj. Se në Shqipëri ka. Pakët, po. A? Nga të pakët. Po. Dhe e realizove dëshirën tënde, megjithatë se sado që e kishe pa atë gjendje, Shqipërinë e donim, a u përbushe kur shkove në këto studime postdiplomike të quaj? Po, ishte një situatë e çuditshme, s'kishim çfarë të bënim. A mbetën. Dhe nuk ishte dhe një, hajde çfarë me çka me bëu tash. Këtu financim s'kishte. U vështirësuan edhe me bëshim disa probleme të vogla, fillon edhe me na ngacmue sistemi policor. Edhe më ndej, të është me dalë. Dhe dolem jashtë, po jo në një motivacion shumë i madh. Po çka me bë diçka. Filleshim në krahas asaj mbijetesës, ai të bëjmë edhe diçka nga profesioni, nga malli për mos shkuput krejt nga profesioni apo nga aktiviteti edukativ. Edhe shkove në Tiranë. Po. Regjistrove doktoratën, a? Po. Kishe magjistru? Po, në 93-ën. 93-ën. Po. Në doktorat, të kam takun për Tiranë dhe po, kur vishit me kohra interesante. Sa vite tra me jetu në Tiranë pas ta i krejt? Më ra prej 93-ës, 92-3, deri 97-ën. 97-ën. Po, 97-ën. Jen nga ata që nga ditët e para ke punu në Universitetin e Tetovës, se cili thjesht edhe u fitu me gjak. E ishte një motivacion tjetër, hajde se duhet më u bërë diçka e madhe në Universiteti e Tetovës. Kish fillu Universiteti e Tetovës në mënyrë e këtuk në vitet 94. Fakultet juridik, fakultet ekonomik, tash po përgatiteshin me u hap edhe fakultet tjera. Edhe mos kemi kuadro, bisedojmë me ca shok. Tash po vit shofit, ju bisedojmë me do shok. Profesor Miftar Ziberi, Fadil Nika, kështu duhet me e bo, ku me bo, dhe e dini se e nisëm me ndihmën e pedagogëve të Tiranës, nga që kishim frikë tash të marrim si cilin, me që ne duhet të legalizohemi të Republika Maqedonisë, morëm profesorët më të mirë të Prishtinës, Tiranës, që u bo më të mirë. Pra morëm gjithë se nuk kishim atë egon tonë të bërë ne të bërë. I morëm më të mirët të që ishin me thirrje më të mëdhaja, se ne dëshim me tregu se ne po bëjmë diçka serioze. Bëjmë. Edhe ja rritëm. Kështu, ka pak, kush një krah, kush një shtyme, u bo. Prej atëherë punon në universitet. Po, ishtë pandër prej. Në këto tjerat në shtollë në... Jo, vetëm në UT. Vetëm në UT. Në Universitetin e Evropës Cëklindore nuk ka si drejtimi. Edukim fizik. Vetëm UT-ja ka. Se UT-ja ka, kjo zakonisht shkon edhe me fakultetin e mjekësisë. Pra ku ka fakultet mjekësisë, ka edhe edukim fizik dhe shëndetësor. Se ju i keni edhe anatominë edhe fiziologjinë. Po, shumë lanë, medicinë sportive plot. Shumë lanë të edukimit fizik. Po edukimi fizik e ka qëllimin me parandalu smundjen. Absolutisht preventiva. Shëndeti vjen prej gjendjes mirë shëndetësore. Men sana in corpore sana. Sa më pak me i qutë mjeku, këtë të bën lëvizja.